Dolce bisedon me banorët dhe ndalet gjatë të tema e Elionës, duke shprehur hapur mendimin e saj për mënyrën se si ajo po sillet në shtëpi. Sipas Dolces, afrimi i Elionës me Claudin nuk vjen nga ndjenja të vërteta apo nga dashuria, por është thjesht pjesë e një strategjie loje. Ajo thotë se Eliona po i ngjitet Claudit për interes, vetëm për ta përdorur atë si mbështetje dhe për të qëndruar më gjatë në lojë. Dolce thekson se sjellja e Elionës duket e sforcuar dhe jo e sinqertë, duke shtuar se ajo po mundohet të krijojë një histori për të marrë vëmendje dhe për të pasur më shumë hapësirë në shtëpi. Sipas saj, Eliona nuk po vepron me zemër, por me mendje loje, duke llogaritur çdo hap që bën pranë Claudit. Ajo shprehet se kjo strategji po i kthehet kundër, sepse banorët dhe publiku po e kuptojnë gjithnjë e më shumë këtë sjellje. Dolce vazhdon duke thënë se Eliona, në vend që të forcohet si lojtare, po bie gjithnjë e më poshtë në lojë. Ajo mendon se lidhja e krijuar me Claudin po e dëmton imazhin e saj dhe po e bën të duket e dobët dhe e pasigurt. Sipas Dolces, Eliona po humbet identitetin e saj si lojtare dhe po shihet vetëm si dikush që kapet pas të tjerëve për interes. Në fund, Dolce shprehet se kjo mënyrë loje nuk zgjat dhe se Eliona rrezikon të dalë keq nga kjo situatë. Ajo e përmbyll bisedën duke thënë se në Big Brother loja e vërtet duket shpejt dhe se përdorimi i njerëzve për strategji pa ndjenja reale, zakonisht përfundon duke të rrëzuar më fort se sa të ngre.